Elbasani pret këtë të shtunë në Elbasan Arena skuadrën e Flamurtarit për kupë në një ndeshje vendimtare dhe ku nuk lejohet asnjë hap fals nëse duan të shkojnë më tej. Verdheblut vinë më të qetë pas pushimeve të shkurtra për fundvit, pasi pritet të rikuperohen disa futbollistë që më herët patën shfaqur probleme me dëmtimet. Mbrojtësi verdeblu, Emiliano Musta vlerëson gjendjen e skuadrës ku bën pjesë dhe kërkon të dalin në maksimumin, fillimisht në kupë dhe më pas në kampionat. Mendoj që në erdhi pushimi me kohën e dur, pasi kishin disa dëmtime lojtarësh për disa javësh edhe ka bërë mjaft mirë ky pushim sepse ekipi është rikuperuar i gjithë dhe jemi të gjithë të gatshëm për ndeshjen e radhës. Janë dy ndeshje shumë vështira, Flamurtari që jemi rimas futboll shqiptar dhe kanë bërë investime goxha të mëdha këtë sezon, kështu që na presin ndeshje shumë vështira dhe shpresoj që të dalim me sukses. Merrem fillimisht patjetër me kupën. Pastaj kampionati do jetë komplet ndeshje tjetër, specifik tjetër. Vitin e kaluar elbasanasit u ndalën në çerekfinalet të këtij kompeticioni nga Vllaznia, por shpresat janë që këtë sezon të shkojnë sa më lart, edhe pse është një kompeticion që shihet ndeshje pas ndeshje. Është ndeshja e parë, kupa ka specifik komplet ndryshe nga kampionati, pasi është me eliminim direkt, kështu që duhet të jemi shumë kujdesshëm. Është faktor për ne është pozitive sepse luajmë fushën tonë dhe shpresoj edhe mendimin e tifozëve gjithë arrit kualifikohen. Të shtunën në orën 16, Elbasani do sfidoj Flamurtarin në shtëpi për Kupën e Shqipërisë, ndërsa 4 ditë më pas do të presë sërish Vlonjatët, kësaj here për hesab të kampionatit.